mira janë të Allahut, udhëzimi më I mirë është I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, veprat më të këqija të kota dhe të sherrit janë risit dhe bidatet, ato që në humbje e humbja që në zjarin e xhehenemit, Allahu të gjithëve nga ai na mbrojt. Vëllezër të dashur në Islam, duhet kujtojmë diçka nga mirësitë dhe dhuntit e mëdha të Allahut subhanahu wa ta'ala, që I ka derë dhe I derdhen të robët e Tij në përgjithësi, por I ka veçu prej atyre robëve ato që I nënshtrohen dhe I përulen Allahut subhanahu wa ta'ala me dëshirën e tyre, sa që Allahu gjelleshanuhu bëri shkaqe që ato të afrohen tek Allahu I madhëruar, të arrin kënaqësinë e Tij, të jenë të lumtur në të dy botrat, e kështu Allahu për ato rob krijoi sezona, krijoi vende, krijoi edhe momente të mira të bereqetshme, të cilat e kanë vlerën e madhe. Krijoi Allahu subhanahu wa ta'ala sezone të hajrit dhe të bereqetit, që besimtarit I shfrytëzon ato, të arrin kënaqësinë e Allahut gjelleshanuhu, të shton devotshmërinë e Tij, të arrin atë deregje që Allahu ta don atë. E kështu Allahu gjelleshanuhu prej atyre mirësive dhe dhuntive të Tija të shumta, e bëri që në mes kalendarit islam të ketë një muaj, I cili është muaj 8 sipas hijretit dhe quhet muaj Shaaban. Allahu I qerosi robët e Tij që në këtë muaj mos të jenë neglizhent, të pavëmendshëm dhe të pakujdesshëm, dhe e bërin që në këtë muaj të ngriten veprat, të regjistret e vitit, të bëhet bilansi vjetor. Shiqoni vëllezër më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që I ka kushtuar rëndësi këtij muaji të Shaaban, nuk ka krijesë tjetër. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç na përcjellën Imam Ahmedi dhe Imam Nesau, nga Usame ibn Zeidi radiallahu ta'ala anhu, nga një hadith I djat, e ku më në fund I tha Usama Rasulullahit: ja Rasulallah, walam araka tasumu min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. I tha: ja Rasulallah, po të shoh që I kushton rëndësi të madhe këtij muaji të Sha'ban me agjerim. Shiqoni vëllezër, agjerimi është vepër e fshehur, nuk e din askush. Që ta ashtu sa jemi edhe sa do të vinë, askush nuk e din se kush agjiron, kush nuk agjiron. Po kujdesi dhe rëndësia e madhe Muhamedit a.s. ndaj këtij muaji e hetun sahabët, e shpalun që Muhamedi a.s. po agjiron në muajin Shaaban shumë. E tha Muhamedi a.s. dhaka shahrun yaghfulu an-nasu fihi bayna Rajab wa Ramadan, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, wa uhibbu an yurfa' 'amali wa ana sa'im. Tha Muhamedi alayhis salam, ki siqoni si filloi vëllezër hadithin, ki është muaj në të cilin shumica e njerëzve janë neglizhent, janë të pavëmendshëm, I kishte qëllim besimtarët musliman. Ki është muaj mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan, e dita. E treta, ki është ai muaj në të cilin muaj ngriten veprat e robëve tek Allahu gjelleshanuhu. Ngriten këtë muaj. Prej fillim të muajit, ditës së parë muajit Shaaban, veprat e mia, tuat ngriten. Bo çka dush ti, mira po keq. Përmende Allahu nëse mos e përmend. Shikon dhe ndëgjon haram apo lexon Kur'an. Bo çka dush, veprat ngriten. Regjistri përfundohet për këtë vit. Vin viti tjetër. Sipas melekëve ki përfundohet, vin muaji Ramazan. E Muhamedi alayhis salam tha ngriten veprat të Zoti I gjithësisë, Rabbul Alamin. Edhe unë dëshiroj e katërta që veprat e mia kur të ngriten, të jem duke agjeruar. Vëllezër, çka na shtin këtë hadith, të jemi të vëmendshëm fillimi I këtij hadithi, dhaka shahrun
yaghfulun nasu anhu. Tha Muhamedi alayhis salam, ki është muaj në të cilin njerëzit janë të pavëmendshëm. A e dini vëllezër fjala pavëmendshëm në gjuhën arabe apo neglizhent çka do thot? Ghafle. E kam shikuar Kur'anin, kjo ghafle përmendet më shumë se 50 herë neglizhim. Është cilësi e keqe vllai i dashur, ti jesh neglizhent, ti jesh i pavëmendshëm, ti jesh jo i kujdesshëm. E besimtari nuk e ka këtë cilësi. Kur të tjerët e kanë programin e tyre, me loja, me tallje, me ahengje, e kështu me radhë, me harame, besimtari nuk është i pavëmendshëm. Ai ka tjetër rrugë, ai ka tjetër punë. Kur njerëzit flenë dhe pesë pare nuk ju intereson, ka fal jacia apo nuk e ka fal vitrin, besimtari nuk është neglizhent, nuk fle, e falen namazin. Kur tjerët hanë dhe pinë nuk i intereson fare, në cilën muaj jena, anë muajin Shaban, anë muajin Ramazan, besimtari është tjetër send. Ai nuk është neglizhent, ai agjeron, ai qohet për sifir, ai lexon Kur'an, ai nuk e haron Allahun subhanahu wa taala. E Allahu xheleshanu shiqoni vëllezër çka thot në Kur'an. Wa laqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allahu shiqoni vëllezër çka tregon, çudi e madhe, trishtimi i madh thot xhenemin e kemi lënë të mbushet me shumë gjin edhe njerëz. Përse ja Rab? Se ato kanë zemra dhe me ato nuk kuptojnë fare. Valla zemra kupton, zemra është e ndjeshme, zemra është e mençur, zemra është e zgjuar, por disa janë të vdekur. E Allahu tha, ato do të hinë pse kanë zemra me to nuk kuptojnë zemrat e tyre. Dhe kanë si me to nuk shikojnë, dhe kanë vesh dhe me ato nuk ndëgjojnë. Ato në realitet ndëgjojnë dhe shikojnë, por për Allahun xheleshani janë të verbër se kanë humbur rrugën e drejtë siratul mustaqim. Ato ndëgjojnë, por fjalët e Allahut xheleshanu i ignorojnë. E Allahu thot nuk ndëgjojnë. Prandaj sikurse më na thon Allahu xheleshanu, çfarë dobi ka prej sirit dhe veshit ai i cili nuk e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Edhe kafshët kanë si, edhe kafshët kanë vesh, shikojnë dhe ndëgjojnë, edhe kanë zemër. Nëse besimtari zemrën si të ndëgjuarit e tij nuk i shfrytëzon rrugt Allahu xheleshanu, s'ka dobi prej tyre. E Allahu xheleshanu shiqet çka thot, ulaike kel en'ami, ato janë si kafsha. Pastaj çka tha, belhum adall. Allahu kish mundësi thote se ato janë më poshtë se kafsha, por në fillim tha, ato janë si kafsha. Me na i tërhek vëmendjen, si mundet njerëzit si kafsha? Allah thot mos u habit, belhum adall. Ato janë hala më poshtë. Pse ja Rab? Ulaike humul ghafilun. Erdhën prapë te fjala ghafle. Ato janë neglizhent, tha Allahu. Për arsye se ato kanë qenë të pavëmendshëm. Allahu përsëri thot, ulaike alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaike humul ghafilun. Sa thash mbi 50 herë Allahu e ka përmend fjalën ghafle në të gjitha llojat dhe format e saj gramatikore. Mbi 50 herë. Ghafala, yaghfilu, ghafilun, ghafilin, e kështu me radhë. E Allahu tha, ulaike humul ghafilun. Këto të cilët nuk shikojnë, nuk ndëgjojnë, me zemër nuk kuptojnë, që janë më poshtë se kafsha, të janë të pavëmendshmit. To janë ato të cilët nuk janë të kujdesshëm. Prandaj, pejgamberi alayhis salam këtë muaj çka tha? Dha ke shahrun yaghfulun nasu anhu. Ki është muaj ndaj të cilit shumica e njerëzve janë neglizhent. A e don ti Muhamedin sallallahu alaihi wasallam? Po vallahi. A i don ato vepra që i ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A i zbaton ato vepra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zbatu? A nuk ka kjo pjesë e dashurisë?
I tha Muhamedi a.s. me një hadith, cilin e ka nxjerrë Imam Bukhariu nga Imran ibn Husein, i tha Muhamedi a.s. një personit, ja fulan, esumte min sureri hadha shahri shay'a, ishte muj Shaban duke përfundu. E Muhamedi a.s. i tha një personit, po dirë thuj, mo kish përfundu. A ke agjiru, tha, ndo një dit për e këti mujt? A ke agjiru dë një dit? Shpjegimi hadithit thot, diçka prej fillimi, ka mesi, ka fundi. Kale la, lem esum sheja, nuk kom agjiru, tha. Fe idha aftar të Ramadan, fesum jom au jomejn. E Muhamedi a.s. tha, nëse përfundan Ramazani, për hirt mujt që ke qenë neglijen mujnë Shaban, agjiro një dit, agjiro dit, ose dit, e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa ta'ala, vlezër, kur në tregon se ngriten fjalët pikspari tek Allahu gjelleshanuhu, pastaj e ka mundu një kusht që fjalat të mvaret nga diçka që të arine tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu, ilejhi jes'adu l'kelimu t'tajjibu, wal amelu salihu jerfa'uhu. Tek Allahu në gjiten, që kjo në gjiten, ilejhi jes'ad në gjiten, kelimu t'tajjib, edhe një fjale mirë, që ka e thu, ajo e merë ruktimin përpjet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbi dimmi argumente, thot Imam Shafiu ka në Kur'an, që Allahu gjelleshanu të tregon se aji subhanahu wa ta'ala është lartë mbi krijesën e ti, akoma ka një grup i madh i gjahilave, thonë Allahu është çdo kund. E dim me diturinë e ti, po. Ama me hinin e ti, Allahu është mbi arshin dhe mbi krijesat e tija. Ilehi jes'adu l'kelimu t'tajjib, wal amelu salihu jerfa'uhu. Tek Allahu ngjiten fjalët e mira. Ni subhanallah ngritet tek Allahu. Ni elhamdulillah ngjitet përpjet. Amriti thot, wal amelu salihu jerfa'uhu. Por veprat e mira e qojnë e ngrejnë përpjet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. A kuptu vlezër hadithin? Ajetin, ilehi jes'ad, tek Allahu ngjiten, filan rrugën, tek Allahu. El kelimu t'tajib, fjalët e mira. Po ato, a i dini janë do raketa, tash për shemëll teknika, veç zbulojnë. Raketa, për me arrit lartësin, sa ma lartë. Filon ajo me unë gjitë përpjet. I hargjohet një lloj baterie, fillon me u dopsu, kallet tjetra, e ngrej përpjet, tjetra, sa ma lartë. E që ato Allahu thot subhanahu wa ta'ala, nëse dëshironi që fjalet e mira, të arin tek Allahu gjelleshanu dinja se pandimën e veprës, nuk mund të arin nalë tek Allahu. Wal amelu salihu jerfa'uhu. Veprat e mira fjales të hec më s'ki gale, nuk të loj deri sa të arish tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj ka thonë djetarët ato selefët e parë, la yanfa'u qawlun bila amel, wala amelun bila qawl, wala qawlun, wala amelun bila nije, wala nijetun illa bimuwafaqati sunnetin nebiji, sallallahu aleyhi wasallam. Nuk ka dobi, ka thonë fjala pa vepër, hiq. A i flet mirë, a i është goj omel, a bon pun të mira. A e falë namazin, a e gjiron Ramazanin, a ka pasuria, a e krin haqin, a krin umre. Jo. La yanfa'u qawlun bila amel. Fjal nuk kanë dobi nëse nuk ka vepër. Wala amelun bila qawl. Por disa herë, edhe veprat që bohen, ati duhet edhe me fol. Qka nëse të në kohën rinë namaz, i lidhën durët, edhe nuk e lezon elhamin, të i rinë atë pozit, apo shkon ruqu nuk thua subhana rabbi el adhim, apo shkon sejtë nuk thua subhana rabbi el ala, wala qawl, wala amelun bila qawl. Edhe veprat disa here nuk kanë dobi nëse nuk shoqërohen me fjalë. Pastaj këto të dia vlezër, edhe këto nuk pas kanë dobi. Me një rast, wala qawlun, wala amelun illa binije. E për me dash veprën të pranon Allahu gjelleshanu, duhet me pas qëllimin. Për hirt ku e bën këtë fjalë? Për hirt ku e bën këtë punë? A e bën për hirt Allahut, a nuk e bën? Ni është ikhlasi. Folë sa duheshti nëse nuk krije sinceritet të fjalët kot jom.
Bo çka duhesh me ato veprat e tua. Nëse nuk e ke për qëllim të arish kënaqësinë e Allahut, kotosh. Po mirë i pas ke të gjitha. Fjalën e mirë, veprat e mira, niyetin për Allah, mbetet edhe një. Wala niyya illa bi muwafaqati sunnetin nabi sallallahu alaihi wasallam. Edhe niyeti nëse është i mirë, ama nëse nuk ja qëllon sunnetit traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kundërshton atë në fjalë dhe në vepër, të gjitha këto të shlihen dhe të bëhen zero. Kjo vëllezër është kështu në Islam. Kjo është rregull. Pa këto nuk mundet me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Aisha radiallahu ta'ala anha thot: "Mastakmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran ghayra Ramadan. ولم أراه أكثر منه صياما من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليل." Thot Abdullah ibn Mubarak, thot kuptimi i hadithit, Aisha radiallahu ta'ala anha thonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përveç Ramazanit as një muaj nuk e agjeronte në tërësi, dhe as kush nuk agjeronte më shumë se sa Muhamedi a.s. muajin Shaban. Dhe në asnjë muaj tjetër Muhamedi a.s. post Ramazanit nuk agjeronte më shumë se sa që agjeronte në muajin Shaban. Pastaj çka thot, kanë yesumu Shaban kulle, e agjeronte Shabanin gjithë. Pastaj thot illa qalil, përveç se pak. Abdullah ibn Mubarak thot, arapët kur e përmendin gjithë e kanë për qëllim gati 90%, edhe pse nuk është 100%. A i kreve për shemë dhe kërejt e kom krija, ndoshta kalon një punë vogël, ama automat mdhonjat i ka kri, i ka bo. Edhe këtu Aisha radiallahu ta'ala anha do në thot, Muhamedi a.s. me agjiron të Shabanin gjithë, përveç se pak, 3 dit, 4 dit, 5 dit, e kështu me rath, i kalon Muhamedi a.s. mes muajit Shaban dhe kuj, dhe muajit të Ramazanit. Dhe zë përfundimisht, dhe ta përfundoj këtë hutben e parë, kthejna përsëri të fjala, mos me marë pjesë të grupi neglijent, cilët i ka pas qëllim Muhamedi a.s. të cilët janë ndaj këtij muaji. Nuk i kushtoi pejgamberi a.s. rëndësi këtij muaji kot, por ishte diçka e madhe në këtë muaj. Për ato Muhamedi a.s. edhe foli shumë, por është çështja, s'paku vëllezër me agjiru në këtë muaj disa ditë, nëse agjiron 2-3 ditë në fillim, ka mesi agjiron pak, edhe ka fundi agjiron dë një ditë prej këtij muajit, atëherë nuk je prej atyre neglijentëve të pavëmendshmëve në këtë muaj. Por edhe tjetra, nuk është obligimi domosdoshëm, s'ka dyshim. Por ajo çka përsëri lipet vëllezër është këtë muaj dhe këto fjalë pejgamberit alayhis salam me i fut në zemër. Edhe nëse nuk agjiron, thuaj vëllezër, unë e njoh veten time, e kam punën si e kam, unë nuk mundet me agjiru. E lusë Allah më mundësone të agjiroj muajin e Ramazanit. Atëherë vëllezër, a dini çka? Mos me i largu nga zemra këto fjalë pejgamberit alayhis salam, se veprat ngriten tek Allahu xhelle shanuhu. Nëse nuk mundesh me agjiru, kompenzohem me diçka tjetër, vetëm mos me qenë prej neglijentëve, mos me qenë prej atyre të pavëmendshmive, të cilët Allahu subhanahu wa taala më shumë se 50 herë në Kur'an i ka përmendur. Lusë Allahun xhelle shanuhu që jemi gjithmonë ta kujtojmë ato, ta kujtojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfir